ditën e flamurit. Esim përpare, është një kësi më e madhe kur ditën e flamurit të festojmë jashtë atë dheu. Por, kjo në bën më të madhe dashurin për flamurin, dashurin për atë dheu. Jo e gjithë besedhet, në festën tonë, në pritjen tonë dhe ditë më të mira paqen shqiptarët dhe gjithë Shqipëria sot e në të dheu. Presidenti i Republikës ka ndëruar zonjën Vitore Lega me medaljen e Mirënjohjes. Zonja Vitore është një shqiptare e mirë, është një shqiptare e madhe, është një shqiptare humanitare që vendimin dhe punën e saj ka ndëruar jo vetëm veten, por ka ndëruar kombin tonë. Prandaj e përgëzojmë për punën që ka bërë dhe për emrin që i ka dhënë vetes dhe shqiptarëve këtu në Itali dhe jashtë Italisë më gjërë. Zonja Vitore është edhe një poete dhe shkrimtare e njohur. Ka bërë 5 libra deri tani. Një prej tyre e ka në dorë. Veti e lartësisë. Unë mendoj se frymëzimin për këtë titull e ka pasur në vetëm vetëm. Se po të ishte sigurimi sot e ne do të bënte një titull tjetër. Ajo është një përmendare e madhe e Shqipërisë dhe shqiptarizmit. Është një e përsekutuar e regjimit kaluar komunist, të cilët në informase nga përsekuton të gjithëve. Por për fatin e mirë tonë dhe saj, kjo është një shqiptare moderuar dhe me fjalën e saj thekson dashurinë dhe mirënjohjen për një tjetër. Ajo që kemi nevojë më shumë në shqiptarët mendoj është dashuria. Prandaj ta duam më shumë një tjetrin. Të flasim më shumë për një tjetrin mirë, sepse vetëm me fjalë mira ndërtohet dashuria dhe ardhmja e vendit tonë. Pa dashuria asgjë nuk metohet. Prandaj me fjalën e Vitores dhe me veprën e Vitores bashkohen të gjithë. Unë dua me qenë dita kombëtare të lexoj vetëm një poezi të saj. Me titull Dita e Flamurit. Se gjoni sa e shumë interesante. Kjo ditë në mbledh si nëna fëmijë, kudo që jemi dhe botës shpërndarë, si Shqiponja rrekar, sa në tokë në ditë, kjo ditë Flamuri i bashkon që shqiptarë, dhe kështu jemi bashkuar sot. Dhe unë nënë, modër e bie këti kombi, dhe gjujë sot bie e puth e Flamur. Dhe lutem me të në zemrën a dhe unë deroni dhe beni që syrit mos i qaj puth. Dhe më ndojnë se e në kiri e madhe që bërën poetesa. Ta tuam kondër në Flamurin tonë, në mënyrë që këtë qëndrore e gjithmonë lartë i ndëruar. Te kemi nevojë në Shqiptare dhe Shqipëria. Dhe japim një imazh, dhe imazhin e kemi në dorë të gjithë, duke filluar nga njerëzit e ndëruar deri ke njerëzit më të thjeshtë. Të gjithë japim pak imazhin e Shqipërisë, të gjithë japim Shqipërisë, prandaj pullojmë për Shqipërinë, për imazhin tonë, se kështu përbaron Shqipëria dhe përbaron ne. Me lejoni që tani ti lexojmë doktoratën zotit Nikolodina që ka nga Ministria e Punës Jashtme, dhe lexojmë motivacionin, unë dhe i dorëzoj doktoratën zonës Vitore dhe i lejmë pak fjalë asaj në rastin e këtij dekorimi të nderuar që i ban presidenti i Republikës Zotia Transmisiu. Presidenti i Republikës i jep zonjës Vitore Stefa Leka medaljen e mirënjohjes për ndihmën humane dhënë migrantëve shqiptar në nevojë, për veprimtarinë aktive në mbrojtje të drejtave të tyre. Presidenti Alfred Mojsiu, Tiranë,
me 5 shtator 2006, numri i dekretit 5027. Me rastin e prisjes së organizuar nga ambasada shqiptare në Rom, me rastin e 94 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, ju dha dhe një çmim mjaft i rëndësishëm dhe një shoqes tonë emigrante sikur të gjithë ne, Vitore Stefa Leka, çmimi i mirënjohjes. Vitore, çfarë do të thotë për ty ky çmim, ndoshta hera parë që merr një çmim të tillë? Të them të drejtën, jam shumë emocionuar dhe nuk gjej fjalët për të falënderuar presidentin e Republikës Shqiptare për këtë nder të lartë që më bëri, dhe njëkohësisht jam emocionuar edhe nga kjo mbrëmje këtu në mes vëllezërve shqiptar, ku po gjej një copë Shqipëri, ku më erdhi një copë Shqipëri nëpërmjet kësaj medalje. Dhe çfarë të them, do të thotë shumë do të thotë. Po, unë do të thoshe që kjo nuk më takon vetëm mua, i takon pikërisht këtyre bashkëanëtarëve që janë këtu, që më kanë stimuluar që të punoj, të ndihmoj atë që e kanë bërë secili nga këta edhe se që e bën çdo shqiptar. Nuk di çfarë të them. Unë këtu jam shumë e stimuluar nga komuniteti shqiptar që është këtu në Rimini, Lega Shqiptare Arbëreshe, Lidhja Shqiptare Arbëreshe me president Alban Krajen, që ne me aktivitetet e ndryshme, në festat të ndryshme, ata dhe më kanë bërë antare nderit shoqatës. Kam disa çmime edhe nga Lidhja Shqiptare në botë, nga Simon Kuzhnini, ku juve jeni sekretari kësaj lidhjes për këtu në Itali, por kjo ka një zënjë vend të veçantë në shpirtin tim, dhe më duket se kur kam mbyllur karrierën me këta. Unë do bëj të njëjtën gjë që kam bërë deri tash me gjithë shpirt, po mendoj se kjo më mbushi, njëkohësisht edhe më impresionoi edhe më mallgjeu shumë. Së fundit të gjithë kemi pa dokumentarin e realizuar për zonën Vitore Stefa Leka, nëna që fali vrasësin. Çfarë të thotë ky titull? Po, titulli do të thotë realitetin. Për gjendjen aktuale që kalon vendi jon, ose pas gjitha saj që kemi kaluar, nuk është më nevoja që ne të kthejmë kokën prapa, se do krijohet vetëm akmarrje, urrejtje, dhe kur nuk kemi për t'i arritur asaj që duhet. Vitoria është progresiste. Unë e them vetëm me një fjalë, dhe mendimi im është ky. Në gjendjen aktuale që jemi shpërndar në të 4 anë të botës, që janë raste, si ky rasti këtu, që jemi mbledhur, dhe kudo po e festojnë këtë ditë, janë ngritur disa flamura në të 4 anë të botës. Sonde duke thënë të njëjtën fjalë që thot zemra e çdo shqiptari, duke hequr bluzat e dera dhe duke thënë rrof dita e flamurit. Unë nuk po i largojmë temës. Desha të them që pikërisht për këtë, për hir të kësaj, le ta shikojmë, le ta bëjmë Shqipërinë, le ta përfytyrojmë si një kështjell. Hajde të gjithë, hajde vëm nga një tull. Sa më shumë duar, sa më shumë tulla të vëm, aq më shpejt do bëhet kjo kështjell dhe lulet të mbjellnim rreth e qark kësaj. Ata që nuk duan të na ndihmojnë duke vënë tulla të largohen, mos na pengojnë. Ky është parimi im. Ky është progresi dhe unë jam nga ato që nuk e kthej kokën prapa. Është një aspekt ai që në atë dokumentar që më keni parë dhe po më merret goja që ta kujtoj, që në shtëpi pata djalin e njerit nga atyre që dha dënimin për baban tim. Që në shtëpi pata djalin e njerit nga atyre që dha dënimin për baban tim. Po kur e dëgjova aty te trageti që shqip thriste o nën, emrin e nënës, më këput shpirti, mendova se kur në pozicionin e ti ishte djalim. 18 vjet i kishte. E mora në shtëpi, i sëmur, e kurova, e bëra. Dhe kur mora vesh, i biri kujt ishte, kur ai më kërkonte adresën, ja u them sinqerisht, ndjeva një dridhje në shpirt se i urdhuar babaj ti më la pa fëmini, pa rini, që në moshën e ti djali që kështë dalja shtetit dhe që unë po e ndihmoja, unë kush e di ku isha, apo jetoja vetëm botën e ëndrave, e tjera, por në moment, kjo ishte momentale, pastaj mbaroj aty. Këtë thirrje ja bëj të gjithëve, duke qenë që të shikojmë përpara, duke shikuar përpara, duke ngjallur dashuri